o dërgumi i Zotit i thanë, po mirë, si do ta njohësh ti tha umetin tat tha ditën e gjykimit. Po tha siç njeh tha bariu tha, atë tha kalin me lara tha në një tuf kuaj të zi. Do të keni tha shenjat e juaja. Shenjat e juaja këtu konstatohet për abdesin. Por a dini kush është shenja më e madhe? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ka dy transmetime me të njëjtin tekst. Puna e parë që do të peshohet ditën e gjykimit është namazi, dhe kjo që ka lidhje me temën tonë. Puna e parë që do të peshohet ditën e gjykimit në peshore është morali. Morali i mirë i besimtarit është sevap në vete. Sepse morali bëhet pjesë e karakterit tënd dhe shtrihet në çdo fushë të jetës tënde pastaj. Allahu na bëf për atyre që e bëjmë profetin alayhi salatu selam shembull thelbësor të jetës tonë, na bëf për atyre që të meritojmë dashurinë e tij, të meritojmë të pim ujë prej durave të tij të bekuara në haudin e tij ditën e gjykimit. Allahu të lëshonu na bashkof me të në xhenetet e tij të larta Firdaus, walhamdulillahi rabbil alamin.